Në kuadër të festës së Kurban Bajramit, gjatë ditës së njëjtë është festuar me madhështinë e duhur ceremonia e therrjes së kurbanëve. Kështu në të gjithë trevën e Bulqizës pranë teqeve gjatë bazdites së sotme janë grumbulluar me qindra banor besimtar të moshave të ndryshme për të marrë pjesë në ceremoninë e therrjes së kurbanëve, ceremoni festive tashmë e kthyer në traditë të përvitshme, e sfikatur me besimin bektashie. Pas ritit të therrjes së kurbanëve në të gjithë kultet fetare ka nisur dhe shpërndarja e mishit e të gjithë pjesëmarrësit që kishin marrë pjesë në këtë festë, si dhe për të gjithë familjet e varfra. Besimtarët të cilët ishin pjesëmarrës në këtë ceremoni uruan të gjithë besimtarët. Uroj gëzuar festën e Kurban Bajramit. Kjo është një ndër dy festat më të rëndësishme të besimtarëve të musliman, e cila festohet nga rreth 1.8 miliard musliman në gjithë rrezullin toksor. Kjo është festa e sakrificës për besim, e cila përkujtohet që tek profeti Ibrahim, i cili në emër të Allahut pranoi që të sakrifikojë jetën e birit të tij Ismailit për besim, në emër të Allahut xhaleshanuhu. Edhe nga ajo ditë sot, kjo festë festohet nga besimtarët musliman dhe sakrifikohet kurban. Me këtë rast ju uroj gjithë besimtarët musliman, kudo që ndodhen, gëzuar festën e Kurban Bajramit. Ju uroj aty në paqë, mirësi, sabër, harmoni, prosperitet në jetë. Ju gjithë këtë besimtarët e Teqes Madhe që presin Kurban Bajramin. Familjarisht. Faleminderit shumë. Gëzuar. Përshëndetje. Uroj këto që kanë marrë pjesë sot e në ata që kanë dashur marrë s'kanë marrë pjesë. Gëzuar për shumë vjetë ditën e Kurban Fitë e Bajramit. Gëzuar për shumë vjetë të gjesë në shemi, sa ja. Gëzuar Kurban Bajramit. Gëzuar për shumë vjetë e gjesë në shumë e gjive. Gëzuar festën e Bajramit të gjesë në sa e ardhë, që joftë një vit i mbarë. Përshëndetje. Ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar festën e Kurban Bajramit. Gëzuar. Uroj gjithë dhe një fjalë muslimanëve gëzuar Kurban Bajramin. Gëzuar për shumë vjetë. I uroj besimtar musliman gëzuar Kurban Bajramin. Ju përshëndes gjithë besimtarët kudo që ndodhen në botë. Veçanërisht besimtarët e Bulqizës time që e dua shumë Bulqizën, e dua shumë Shqipërinë. Ju uroj gjithë popullit shqiptar gëzuar festën e Kurban Bajramit, paqe, harmoni, begati në familjen, punë, kudo në jetë. Gëzuar.